Hani hudhër me mjalt në mëngjes dhe do trajtoni këto probleme shëndetësore. Hudhra ka pak kalori, por përmban shumë vlera ushqyese siç janë magnezi, vitamina B6, vitamina C dhe fibrat. Hudhra ju ndihmon që të luftoni infeksione dhe redukton ftohjet për 36%, ndërkohë mjalti i papërpunuar është plot me vlera shëndetësore. Për këtë recetë ju duhen 3 deri në 4 kokë hudhre, një filxhan nga mjalti i papërpunuar dhe një kavanoz i vogël me një kapak. Ndani kokat e hudhrës në pjesë individuale dhe më pas qëroni ato në mënyrë që të largoni shtresën e jashtme. Mbushni kavanozin me këto pjesë të hudhrës. Më pas hidhni ngadalë mjaltin dhe përdorni një lugë për lirimin e ndonjë fuske ajri të bllokuar. Sigurohuni që hudhra është mbuluar totalisht nga mjalti dhe vëreni më pas kapakun në kavanoz. Lëreni përbërjen të qëndrojë për disa ditë ose në frigorifer ose në një dhomë me temperaturë të ulët.